Është bërë mundur nxjerrja e 2 turistëve nga kanionet e Gjilpesku, babebi nga Rumania kishin mbetur të bllokuar gjatë eksplorimit të zonës. Njëri prej tyre kishte pësuar thyerje në këmbë për shkak të terrenit të vështirë dhe shkëmbor. Pas marrjes së njoftimit, në zonë bëritën forcat e emergjencës, të cilat ndërhyn për evakuimin e turistëve. Për shkak të aksesit të kufizuar, i dëmtuari u transportua me barel nga brendësia e kanionit deri në një pikë të sigurt, ku më pas u nis drejt spitalit të Himarës për ndihmë mjekësore. Në operacion morën pjesë shërbimet zjarfikëse të Himarës, Komisariati i Policisë Himar, Policia Kufitare Dërmiut dhe ekipi urgjencës në spitalit e Himarës. Fal bashkëpunimit mes tyre, ndërhyrja u përmbyll me sukses. Kanionet e Gjilpes mbeten një nga zonat më tërheqëse për turistët, vendas dhe të huaj, por terreni i thyer, shtigjet e ngushta dhe mungesa e aksesit të shpejt e bëjnë këtë zonë të rrezikshme për ata që nuk janë të përgatitur. Raste të tilla janë regjistruar edhe më parë, ndaj autoritetet apelojnë për kujdes gjatë lëvizjes në këtë destinacion natyror.